Lux, dominatorët e mendjes njerëzore. Disa i quajnë ëngjëj. Në fakt, sot do t'ju flas për një grua shqiptare që thot që ka kontakte me ëngjëjt, por në sintez dua t'ju flas për Lux. Çfarë janë Lux? Kush janë Lux dhe pse konsiderohen si ëngjëj? Sot kjo është një nga ato videot e rëndësishme që t'ju tregoj sepse një pjesë e madhe e njerëzve kanë disa dizinformacione dhe bëjnë një mix, le të themi, të këtyre informacioneve, për më tepër sepse nuk janë në brendësi të këtyre. Nuk është se unë i di të gjitha, por unë do t'i tregoj ato çka unë di. Si gjithmonë unë des shkëdinjen dhe pastaj së bashku le ta diskutojmë. Dhe kush është rastisht nëse nuk e ka brende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëre, quhen Lux, që vjen nga latinishtja, luce, ose lux, e thjesht lux, luce që do të thotë dritë. Dritë sepse këta shfaqen tamam si një dritë, por marrin shëmbëllimin e një njeriu. Pra kur shfaqen, në qoftë se shfaqen sepse rrallë shfaqen në mënyrë vizive, pra në momente të halucinacionit të një njeriu, dhe shfaqen tamam si forma e një njeriu, por jo në fytyrë apo vetëm forma e trupit. Pra ta shikoni nga forma e trupit duke filluar nga koka deri te këmbët dhe kjo varet nga energjia që kanë secili prej këtyre Lux. Pra çfarë energjie kanë ata, aq është edhe madhështia ose gjatësia e këtij Luxi, pra e kësaj qenjeje. Çdo të thotë kjo, nëse është Lux i ri, ka një gjatësi normale. Për shembull 1 metër, 1 metër e gjysmë, 2 metra. Por nëse është i vjetër, pra energji e vjetër ose shpirt i vjetër, ka një gjatësi mbi 2 metra e gjysmë. Në vitin 1993, mos gaboj kështu, një vajzë që e kam njohur këtë të vërtet prej një vajze që kjo ishte fillimet e mia që kam filluar që të studioja këtë fenomen. Ajo ishte e re në atë kohë kur kam folur me të, mbi 20 vjeçe, por ajo tregonte që në vitin 1993 kur ishte adoleshente dhe ishte në një gjita si quhet këtu, pra në një udhëtim me shkollën, ajo në katin e tretë, pra përballë dritares së saj, do të flas edhe për shqiptare, ndiqni një sekond. Përballë dritares së saj shikon një dritë të madhe dhe nga kjo dritë u shfaqën mu tek dritarja e saj disa qenie të mëdha, rreth 2 metra e gjysmë, 3 ishin thot ajo, dhe ata i komunikuan disa gjëra me anë të mendjes. Ky ishte takimi i parë. Pastaj me kalimin e kohës ajo i pa disa herë, mori të dhëna disa herë derisa me kalimin e kohës kishte kontakte të vazhdueshme deri në sa vite më vonë, vitin 2013-2014, bëri edhe një libër. Dhe kemi folur për këtë, por doja t'ju tregoja edhe për një fenomen tjetër që është lidhet me këtë, që është një grua shqiptare. Kjo grua shqiptare fliste gjithmonë me një qenje dhe fliste gjatë momenteve trans, në momentin REM, pra të momentit të gjumit. Edhe bënte këtë disa herë, nuk e kuptonte se çfarë ishte, dhe me kalimin e kohës kuptoi që kishte një kontakt me një qenje. Ajo i quan ëngjëj, sepse sipas saj këta janë ëngjëj. Po do t'ju them se çfarë di unë përsëris edhe një herë. Atëre, Luxët nuk janë gjë tjetër veç se shpirtra të një bote tjetër. Janë të padukshëm, nuk mund të shfaqen, por janë inteligent. Dhe me anë të inteligjencës që kanë, ata shfaqen në forma të ndryshme, siç ju thash, vetëm në formë energjie. Jo si një njeri. Tani mund të shfaqet edhe si njeri dhe këtë nuk e dim, sepse mund të marrësh shëmbëllimin e një njeriu, të njeriu që ti njeh por këtë ne nuk e dim, deri sot nuk kemi informacione, sepse ku do ta zbulojmë. Por tregohet që këta kanë shfaqen vetëm në këtë formë dhe i përkasin kësaj bote, por i përkasin botës dimensionale. Pra mund të jenë në çdo vend kudo, ndoshta edhe në të gjithë universin, por ata shfaqen në këtë botë, në botën tonë, pra në botën e tokës po flas, në mënyrë dimensionale, sepse jetojnë në një dimension tjetër, në dimensionin e të panjohurs që ne nuk e njohim. Pra ne nuk e dim në çfarë dimensioni, ne njohim, dim që sipas fizikës kuantike që ka 11 dimensione, por ne nuk e dim në çfarë dimensioni mund të jetojnë këta Luxët. E vërteta e kësaj është që ata sillen në bazë të karakterit që ka një njeri. Pra ashtu si çdo ky njeri sillen. Dhe mendimi im është që çdo thotë kjo, në momentin që ti je acarruar, ata sillen ashtu siç kërkon ti, pra i acarruar. Në qoftë se ti je i trisht, ata sillen trisht. Dhe në qoftë se ti je, pra çdo gjë e bëjnë në bazë që të bëjnë anasjellta, sa të që bën ti, por e bëjnë që të jenë gjithmonë miq me ty. Dhe kjo më bën të mendoj që ata ushqehen
me këtë, sepse duke qenë energji, duke qenë një shpirt, ata mendoj që ushqen pikërisht me këto ndjenja, pra me ndjenjat e njeriut, me këto, si të quhen, këto nivelet e frekuencave njerëzore, sepse ne jemi të formuar të tillë. Pra ne, shikoni, këtu mund të sfidoj edhe shkencëtarët. Do t'ja them se përse nuk jam askushi, por e them me plot bindje këtë. Trupi ynë është asgjë. Nëse nuk ekziston energjia, pra ajo që quhet animus, trupi ynë është i pavlerë. Dhe vlera e rëndësishme është shpirti. Dhe shpirti funksionon, me fjalë, çdo qelizë e trupit ton është tamam si një bateri. Pra nga njëra anë futet oksigjeni, transformohet duke na dhënë jetë. Dhe nga momenti që i jep jetë një qelizë vetme, merreni mend sa qelizat kemi ne së bashku. Dhe këto qeliza, pra duke na dhënë këtë animus, na bën që ne të jetojmë. Tani se ku qëndron, ku është qendra e shpirtit tonë dhe çfarë bën ky cikli ATP-ja për shembull që gjendet në qelizat tona, ne nuk e dimë. Ne dimë deri një farë informacioni, por nuk i dimë të gjitha. Si është i lidhur shpirti dhe kur ikën çfarë bën etj. Por në qoftë se do t'iki, në qoftë se avullon shpirti nga trupi njerëzor, atëre trupi vdes. Pra kjo më bën të mendoj që ne jemi shpirt. Në fundit, ne ata që jemi shpirt, sepse në qoftë se ne do të mbetemi në kontakt me këtë shpirtin, pra me shpirtin që kam unë për shembull në këtë moment, dhe të mbetem në kontakt për herë, unë kudo shkoj, nëse futem në çdo lloj trupi, unë e mbaj mend që jam Nadiri. Mund t'i vë emrin si të dua, por unë jam. Pra në këtë prizëm, unë them që shpirti është shumë herë më i rëndësishëm se sa trupi fizik. Dhe në qoftë se do të flasim pra në këtë prizëm, atëherë unë them që këta luksët ekzistojnë në një dimension tjetër dhe janë shumë herë më të fortë se sa vetë shpirti i njeriut, sepse shpirti i njeriut shkon dhe vjen, për shembull rimishërohet, të paktën sipas gjasave, kurse luksi ushqehet me energjinë në përgjithësi. Dhe në këtë rast me bioenergji të njeriut, sepse njeriu emeton bioenergji, sepse ne marrim oksigjen dhe e kthejmë në anhidrid karbonika, pra në dioksid karboni. Dhe në këtë moment, ndoshta është kjo mënyra që ata ushqen brenda trupit njeriu, ndoshta ose në përreth nesh, këtë nuk e di, askush nuk e di. Megjithatë, do të thoshja me këtë që ndoshta ata ushqen pikërisht pra me këto nivelet e ndjenjave tona, të çdo lloj ndjenje. Dhe kjo më bën të mendoj që në disa raste, do t'i flas edhe për shqiptare në një sekond. Në disa raste, këta ushqen edhe me ndjenjat kur ti thua duhet të bëjmë si për shembull Robert Johnson, që do të bësh i famshëm dhe ju shfaqen si qen të egër, si djalli apo ku ta di unë. Pra ndoshta edhe sepse duke qenë më të zgjuar këta luksët që ekzistojnë me të vërtet luksët, është e vërtet kjo, pra janë shpirtat një bote tjetër, por mund të shfaqen edhe në forma të tjera që ne nuk e dim, siç u thash më përpara. Pra mund të shfaqen edhe si demon, mund të shfaqen edhe si ëngjëj, mund të shfaqen si të duan, sepse nëse ata janë energji, ti nuk i sheh. Dhe ata me anë të, duke qenë të zgjuar, energji e zgjuar, mund të shfaqen në forma si të duan. Megjithatë, ajo që është më e rëndësishmja është që ata ushqen, pra si konkluzion del që ata ushqen me ndjenjat, jo vetëm njeriu, ndoshta edhe të dimensionit ku gjenden. Dhe është kjo arsyeja që unë do t'ju them disa pika të rëndësishme që pse njeriu duhet që të sillet në ndryshe nga momenti që ai është që ndjen që ka pranë disa qenie të tilla. Pikë së pari, nëse keni vënë në disa momente të jetës suaj, ka disa momente që ti bën një zhvillim të madh ose pret të bësh një zhvillim të madh. Nga ai moment ti shikon që ose kupton që je ndryshe. Duket sikur diçka është pranë teje, sikur të ketë dikush që kërkon të sugjerojë ose kërkon që të jetojë së bashku me ty atë moment. Pra sikur kërkon që ta jetoj së bashku me ty, kjo është një përvojë personale dhe po ja u them. Është një sekret që nuk e kisha thënë. Dhe po thoshja, në këtë moment ti duhet të mendosh vetëm me forcë dhe me bindje të mendjes tënde. Dhe nga ky moment do kuptosh që ti vendos dhe nuk vendos dikush tjetër që në qoftë se do të jetë brenda trupit tënd, ai sidoqoftë ose ajo, çfarë do lloj qoftë, nëse është një qenie, nuk do ta marri atë forcën që sepse je ti. Pra ti
çdo njeri nga ne ka një energji ose një shpirt që është direkt nga burimi i krijimit. Dhe unë mendoj që nëse është nga burimi i krijimit, jo nëse, po është nga burimi i krijimit, është direkt nga krijuesi, nga Zoti, dhe nuk mundet asnjë specie tjetër që është krijuar gjithmonë nga Zoti, që është krijuar ndoshta nga flaka apo nga energjia në këtë rast edhe lux, nuk besoj që të mund të ndërhyjë në këtë rast, sepse ka të bëjë direkt me një fëmijë, si mund të quhet, ose një lindje të shpirtit nga krijuesi ose nga Perëndia. Dhe këtu ka një liri, besoj për secilën specie. Dhe ndaj dhe ne në momente të tilla kur kemi këtë konfuzion në trurin ton, ne në një moment zhvillimi duhet të bindemi që të vendosim vetëm me mendjen tonë dhe që të mos lakohemi as nga fjalët të tjerëve, por as nga diçka që ti thua që të marri ajo, të pushtoj, si mund të quhet, ajo ana tjetër. Por ti duhet të jesh i logjikshëm, pra të ulesh, ta studiosh mirë atë moment, atë punë që po bën, dhe nga ai moment ti të vendosësh ashtu siç mendon ti që të jetë më e mira për ty. Dhe unë them që duke filluar nga këtu, ti fillon dhe vë pika mbi i pikërisht në rrugën tënde dhe në karakterin tënd. Dhe nga ky moment është e padiskutueshme që ata nuk mund të zënë dot vendin. Është kjo arsyeja që disa, për shembull, dhe në këtë rast mendoj dhe personalisht që, si për shembull ajo vajza që u thash më përpara, që ajo vendosi të bënte diçka. Ajo donte që të bënte diçka për njerëzimin. Me një fjalë, ato çka shkruajti ajo thotë që çka është shkruar në atë libër, thotë, unë jam e bindur, thotë, që një ditë do interesoj njerëzimin, dhe kështu që unë vetëm atë dëshiroja. Ajo pasi mbylli librin, i largoi nga mendja dhe nuk janë më. Pra, gjeti forcën brenda vetes. E njëjta gjë dhe kjo gruaja shqiptare. Por gruaja shqiptare nuk i ka larguar, sepse ajo thotë që është një ëngjëll, kam kontakte të vazhdueshme me këtë ëngjëll, më tregon evenimentet të kaluarës, tashme dhe të ardhmes, dhe unë dëshiroj kështu. Pra është një dëshirë e saj. Kjo nuk do të thotë që mund të jetë një ëngjëll i keq, ose ndoshta është veprimi i saj që ka zgjedhur gjëtë e mira, ose zgjedh mirësit e jetës, dhe kjo ka bërë që të eci përpara, pra që të eci përpara në një rrugë të pastër dhe të drejtë. Kjo grua ka lënë edhe disa intervista, mos gaboj edhe në televizionin shqiptare, njëkohësisht kemi folur bashkë disa herë kohë më parë, por doja t'ja u tregoja se çfarë janë lukset në përgjithësi dhe kush është mendimi i luksve, pra i këtyre qenieve që janë energji, të paktën kështu quhen, dhe që janë gjithmonë në kontakt me shumë njerëz që futen në një tjetër dimension, që nuk është dimensioni që njohim këtu në botën reale, por ndoshta gjatë gjumit ose gjatë momenteve trans ose të halucinacionit. Megjithatë nuk është për tu friksuar, por janë disa, për shembull, u intereson sepse nga këta luks marrin informacione. Sepse, siç u kam thënë më përpara, mendohet që e kaluara, tashme dhe ardhmja janë aty, pra në një dimension që ne nuk e njohim, dhe këta marrin informacion, si për shembull bënte Baba Vanga ose disa të tjerë. Nuk janë pallavra këto. Ka me qindra, me mijëra njerëz që marrin informacion nuk dihet nga ku, edhe nëpërmjet ëndrave bile, ku këto evenimente ndodhin më vonë. Pra nuk është se i shpika unë, por këto janë të vërteta. Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj, nëse mes jush ka njerëz të tillë që kanë kontakte me këto forma të tjera jete që janë energjie, dhe kalofshi një mbrëmje të këndshme.